Në Japoni, kompania biofarmaceutike Toregen Biofarma e financuar nga Universiteti i Kyotos po zhvillon një ilaç që mund të ndihmojë njerëzit me humbjen e dhëmbëve. Rruga drejt këtij zbulimi filloi në vitin 2007 kur një ekip shkencëtarësh zbuloi se mungesa e gjenit USAG1 tek minjt çonte në zhvillimin e dhëmbëve shtesë. Kjo i qoi studiuesit në hipotezën se bllokimi i proteinës USAG1 me një ilaç mund të aktivizonte rigenerimin e dhëmbëve edhe te njerëzit me probleme që në lindje ose që kishin pasur probleme me zhvillimin e dhëmbëve. Fillimisht ekipi testoi antitrupa kundër USAG1 te minjt dhe më pas zhvilloi antitrupa të humanizuar anti-USAG1, të cilët treguan sukses në stimulimin e rritjes së dhëmbëve te minjt dhe qent. Sipas raportimeve të The Japan Times, ilaçi është testuar gjithashtu te nuselalat me rezultate të ngjashme pozitive. Aktualisht ilaçi po hyn në fazën e provave klinike te njerëzit. Në fazën e parë këtë vit, po testohet tek të rriturit e shëndetshëm për të vlerësuar sigurinë e tij. Në fazën pasuese, pritet të testohet te fëmijët nga 2 deri në 6 vjeç që kanë lindur pa disa ose të gjithë dhëmbët e përhershëm. Nëse këto prova rezultojnë të suksesshme, ilaçi mund të miratohet dhe të përdoret në të ardhmen në stomatologji në mbar botën.